Me qëllim garantimin e një sezoni turistik të sigurt, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor rajoni Gjirokastër ka intensifikuar monitorimet dhe inspektimet në të gjitha strukturat akomoduese dhe njësitë e shërbimit. Nga monitorimet e deritanishme rezulton që ato të jenë brenda kushteve higjieno-sanitare. Kryeinspektori Anie Shalari thotë se gjithashtu është dashur të lënë edhe detyra për disa subjekte. Subjektet janë të pajisura të gjitha me raport analize uji, certifikat disinfektimi dhe dokumentacioni shëndetësor të personelit. Subjektet përgjithsisht i plotësojnë kushtet higjieno-sanitare përveç disa mangësive në dokumentacion shëndetësor për të cilat janë lënë këshillime dhe paralajmërime. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Gjirokastër garanton të gjithë turistët, por edhe subjektet për një sezon turistik të sigurt, duke garantuar shëndetin e popullatës. Nga ky inspektoriat janë lëshuar gjatë kësaj periudhe edhe akt miratime higjieno-sanitare për sipërmarrje të reja në fushën e turizmit. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Gjirokastër ka lëshuar një numër të lartë akt miratimesh higjieno-sanitare në subjektet akomoduese, bujtina, pishina, hotele dhe motele. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së numrit të lartë të turistëve dhe kërkesave të tyre për struktura akomoduese. Nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor rajoni Gjirokastër që prej janarit deri në qershor janë kryer 650 inspektime, jo vetëm në strukturat akomoduese, por edhe ujësjellsa, fabrika, qendra shëndetësore, pishina e të tjerë.